Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serin ton mbi 40 hadithet e Imam Nawawiut, Allahu e mëshiroft, ku çdo javë analizojmë nga një hadith të pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadith që shpresojmë të ketë ndikim pozitiv në jetën tonë. Nga Uqba ibn Amr al-Ansari radiyallahu anhu transmetohet se profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: vërtet, prej fjalëve dhe urtësive që bota i ka mbajtur mend nga predikimet e pejgamberëve të mëparshëm, është: kur nuk tërprohesh, atëherë vepro ç'të duash. Kur nuk tërprohesh, atëherë vepro ç'të duash. Me të drejtë mund pyesim se cilat janë dobit, mësimet dhe mesazhet e përcjellura nga ky hadith i profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Themi se turpi është virtyt i të gjithë profetëve, është veti e melaikeve të Allahut dhe është cilësi e lavdruar tek të gjithë shpadhjet hynore. Pejgamberi ynë Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka konsideruar turpin pjesë apo degë të imanit. Pra turpi dhe besimi janë të ndërlidhura, në mungesë të njërit nuk mund të jetë as tjetri. Turpi e hieshon individin, ndërsa pa turpësia e shëmton atë. Petku i devocionit për muslimanin është turpi. Profeti ynë Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një hadith urdhron dhe thot: çdo fe ka një moral. Çdo fe ka një moral. Morali i Islamit është turpi. Morali dallues i Islamit është turpi. Vetë profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam me sjelljet dhe fjalët e tija ka qenë shëmbëltyr e turpit për besimtarët. Sahabët e kanë përshkruar profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam si më i turpshëm se një vajzë e re. Turpi mund të jetë i lindur, i trashëguar, por edhe i fituar nga njohja e Allahut dhe e ligjeve të tij. Më i denjë për të patur turp prej tij është vetë Allahu subhanahu wa taala. Kush e njeh vërtet Zotin, nuk mund të mos e dojë atë, nuk mund të mos tërpërohet prej tij. Me të drejtë mund pyesin dikush edhe mund thonë: ç'do të thotë kesh turp prej Allahut? Të kesh turp prej Allahut do të thotë të mos gjendesh aty ku ta ka ndaluar tjesh, dhe të mos mungosh aty ku Allahut ka urdhëruar të gjendesh, si dhe të braktisesh fjalët apo veprimet që nuk i don Allahu subhanahu wa ta'ala. Turpi është nga shkaqet e ruajtjes së besimit dhe të moralit, ndërsa pa turpësia e zhyt njeriun në llomin e degenerimit. Po nuk pati turp, mund të pritet çdo gjë nga individi. Duhet të kemi parasysh se nocioni i turpit ndryshon nga një shoqëri në tjetrën, nga një individ në tjetrin. Kjo në varësi të perceptimit të vlerave. Nëse vlerat morale degradojnë, edhe turpi humbet. Sot, në mesin ton shumë pa turpsi konsiderohen art, emancipim, dhe turpi perceptohet si mungesë personaliteti ose si pa aftësi. Është fatkeqësi. Për shumë kënd, përpjekja për të bërë i pasur, i suksesshëm, i famshëm dhe i pushtetshëm është vlerë, ndërsa të përpiqesh të jesh i virtytshëm, i turpshëm dhe i sinqert është prapambetje. Një vepër e mirë, nga e cila nuk ke arsye të kesh turp as nga Allahu subhanahu wa taala, as nga njerëzit, veproje dhe mos e braktis. Pra, turpi nuk duhet të jetë shkak për ngurim dhe ndrojtje nga punët e mira. Nuk duhet të jetë shkak për ngurim nga përmbushja e përgjegjësive, ose nga pyetja për një informacion të dobishëm, ose nga kërkimi i të drejtës që i takon dikujt. As nuk duhet të jetë ngurim nga çortimi i një dukurie negative.
turpi që të pengon nga e vërteta nuk është turp i lavdëruar, ndërsa turpi që të frenon dhe të pengon nga e shëmtuara është turp i lavdëruar. Muslimani duhet të vendos një balancë mes turpit dhe guximit. Le t'i lexojmë disa fragmente nga jeta e sahabeve ku manifestohet turpi i tyre. Për shembull, Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhuma tregon se një herë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke qëndruar në mes sahabeve të tij u tha atyre: "Vërtet është një pemë të cilës nuk i bien gjethet, dhe vërtet ajo pemë është tamam si muslimani. Më thoni pra, cila është ajo pemë?" Atëherë të gjithë njerëzit e pranishëm, të gjithë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam filluan të mendojnë për pemët e shkretirës. Abdullah ibn Omeri thot: "Mua më erdhi në mendje palma e hurmes. Por pata turp të përgjigjesha sepse isha më i vogli në prezencë të sahabëve të mëdhenj." Pastaj sahabët i thanë profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "Na thuaj se cila është ajo pemë, o i dërguari i Allahut." Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: "Ajo pemë është palma e hurmes." Nga ky fragment, nga ky hadith i profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kuptojmë se turpi i Abdullah ibn Omerit nuk ishte dupsi, por ishte turp nga respekti për sahabët më të mëdhenj, ishte edukat ndaj moshës dhe pozitës së tyre. Pra, ky turp është i lavdëruar sepse buron nga respekti, jo nga frika apo nga pasiguria. Me të drejtë mund pyesin dikush dhe thot: "Përse palma i ngjan muslimanit? Ku qëndron ngjashmëria ndërmjet palmes si pemë dhe muslimanit si individ?" Përse profeti on Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka krahasuar palmen me muslimanin? Dietarët musliman kanë nxjerrë shumë ngjashmëri midis palmes dhe besimtarit. Kanë thënë se palma është gjithmonë e dubishme, edhe muslimani duhet të jetë gjithmonë i dubishëm. Çdo pjesë e palmes, si trungu, degët, frutit, kanë vlerë. Ashtu duhet jetë edhe çdo vepër e muslimanit duhet të ketë vlerë. Një veçori tjetër ose një ngjashmëri tjetër qëndron në faktin se palma qëndron e fortë në stuhi. Mund përkulet, por drejtohet përsëri, nuk thyhet. Edhe besimtari musliman qëndron i pathyeshëm në sprovat e jetës. Mund përkulet, por nuk thyhet, drejtohet përsëri. Një veçori tjetër e palmes është se rrajet e saj janë të thella, dhe simbolika e rrejve është simbolika e besimit, ashtu siç palma i ka rrajet e saj të thella, edhe besimi i muslimanit duhet të jetë i thellë në zemrën e tij, në shpirtin e tij dhe në mendjen e tij. Le të përmendim një rast tjetër. Esmaja, vajza e Ebu Bekrit radhiyallahu anhuma, ose bashkëshortja e Zubejrit radhiyallahu anhu. Kjo zoj, Esmaja tregon se kur u martua me Zubejrin, Zubejri nuk kishte as pasurni, as sklav, as gjë tjetër, përveç një deveje të vetme me të cilën nxirrte ujë nga pusi dhe një kali. Kjo zoj e ushqente kalin e tij, nxirrte ujë dhe çepte calikun për të nxjerrë ujë nga pusi, si dhe zinte brumin për të gatuar për familjen e saj. Kjo zoj mbante mbi kokët e saj bërthamat e hurmave nga toka e Zubejrit, e kjo tokë ishte rreth 2 milje larg shtëpisë së Zubejrit, vendi ku banonte. Dhe një ditë prej ditësh, Esmaja, duke i shërbyer familjes së saj, duke punuar, thot: "Një ditë, ndërsa po vija me bërthamat e hurmave në kokë, takova profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam bashkë me një grup sahabesh. Pejgamberi më thirri dhe pasi e bëri deven të ulej në gjujë, më bëri me shenjë që të hipi pas pejgamberit, pas tij.
Esmaja radiallahu anha tregon dhe thot: "Më erdhi shumë turp të udhtoja me burra dhe më kujtua Zubejri dhe xhelozuia e tij, sepse Zubejri ishte nga njerëzit xheloz." Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e kuptoi se mua më erdhi turp, kështu që ai vazhdoi rrugën. Esmaja tregon: "Kur shkova tek Zubejri, kur shkova në familje, u takova me Zuberin dhe i thash: me takoi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe me të ishin disa shokë të tij, ndërsa unë kisha në kokë një barr me fara të hurmave. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e uli devën që të hipja, por mua më erdhi turp nga ai dhe shokët e tij dhe më kujtua xhelozia jote o Zubeir." Pas kësaj Zuberi tha: "Pasha Allahun, fakti që ti mbaje farat e hurmave mbi kokë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ka parë në atë gjendje, është më i rëndë për mua se sa të hipje me pejgamberin në të njëjtën deve." Esmaja tregon, vazhdon, thot: "Kështu kam vazhduar të punoj derisa Ebu Bekri radiallahu anhu më dërgoi një qirak, më dërgoi një shërptor që të kujdesej për kafshët e shtëpisë dhe më bëri të ndjehem sikur më kishte liruar nga robëria." Nga ky fragment i kësaj zoje, vajza e Ebu Bekrit, shoqja e Zubeirit, sahabia e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mund përfitojmë shumë çështje. Mund përfitojmë shumë mësime. Përfitojmë faktin se turpi është shtyllë e besimit dhe jo pengesë e zhvillimit. Turpi i kësaj zoje ishte nga respekti për bashkëshortin, ndërsa nga ana tjetër edhe xhelozia e Zubeirit nuk ishte patologjike, por ishte e natyrshme dhe fisnike. Nga ky fragment kuptojmë se ndihma që i afron dikush dikujt është e mirë, por duhet të respektuar ndjeshmëria e tjetrit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e respektoi këtë ndjeshmëri tek Esmaja dhe nuk këmbguli. Gjithashtu, nga ky fragment përfitojmë faktin se martesa e shëndetshme ndërtohet mbi mirëkuptim dhe respekt reciprok. Esmaja nuk u anku, nuk u viktimizu, por ajo punoi me nder, duroi me sabër dhe ruajti moralin. Varfëria nuk është turp. Dembelëdhia dhe mungesa e dinjitetit është turp. Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte modeli më i mirë i balancës mes dhëmshurisë dhe moralit. Duke shpresuar të takohemi javën që vjen me hadithin vijues, po e lë në amanetin e Allahut subhanahu wa taala fen tuaj, shëndetin tuaj, sigurin tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja. Ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.